është zgjuar sot me një pjesëtar të ri në familjen e saj. Këngëtarja ka thënë se kishte disa minuta që dëgjonte një mjaullim poshtritares, e pasi foli pak me mikun e saj të ri, ai u gjend pikërisht në dhomën e saj. Një maçok simpatik është vetë ftuar në shtëpinë e Rozit, e duket se do të qëndrojë gjatë aty. Flaka Grelani postoi këtë foto ku siç e shihni ndodhet së bashku me të famshmin Ati Krasta. Ajo i referohet atij si idhull dhe jo më kot, pasi ishte pikërisht ai që e bëri të njohur në programin e hershëm Ethet e së premtes mbrëma. Këto ribashkimet pas shumë kohësh janë gjithnjë të bukura dhe me shumë shije të mirë. Johnny Dogg, që jeni më i famshëm në Shqipëri dhe në Amerikë, ka festuar dje 3 vjetorin e lindjes. Ai u gjen në krahët e Mami Bleonës e u mallëngjye kur pa tortën e ditëlindjes, të punuar me shumë kujdes. Edhe në faqen e tij në Instagram, ai u shfaq tepër i lumtur, që rrethohet me kaq shumë dashuri, duke lënë pas të gjitha tërmbetje në lidhje me veshjen që Mami Bleona zgjodhi për të, pasi ai donte një fustan rrjet transparent. Edhe 100 Johnny. Eneda Tarifa festoi ditëlindjen dje dhe nuk munguan surprizat. Bukuroshja e gjeti veten me këtë buqet super të madhe me lule, të bërë nga gjithë stafi i spektaklit Portokalli. S'ka më bukur se sa të kesh dashuri edhe në ambientet e punës, edhe 100 Eneda. Enca Haxhia është shtruar mirë në tavolinën e ngrënjes, së bashku me mikeshën e saj speciale, këngëtaren Çilieta Xhilaga. Siç mund ta dalloni nga foto, vajzat duken tepër të qeshura e gati për të ushqyer. Kujdes goca, mos hani shumë se vera është afër.